Përshëndetje, jemi ne, bukroserat e rinj, Emi dhe Leticia, dhe sot midis nesh kemi Gledisin, një nga bukroserat e vjetër. Përshëndetje goca, shumë faleminderit për ftesën sot. Ishte një surprizë e bukur për mua dhe shpresoj që të kalim sa më mirë bashkë dhe të ndajmë eksperiencat. Kemi përgatitur disa pyetje të shkurtra, shpresojmë që mos trembësh. Shpresoj dhe Atëherë, cila ka qenë sfida më e madhe që mban mend në udhëtimin tënd? Për book crossing ishte fillimi, mënyra se si do të vazhdonte rrugtimi book crossing, sepse nuk ishte një ide për hapur këtu në shkollën tonë apo në Shqipëri dhe nuk kërse ka një interes shumë të madh, siç e dini edhe ju nga të rinj për librin, për leximin. Dhe fakti që nisa këtë rrugëtim për librin ishte një eksperiencë e vështirë sepse nuk e dija sa do të ndiqej nga të tjerët, sa do të pëlqejë nga të tjerët, a do të mbështetej si ide, dhe besoj kjo ka qenë gjëja më e vështirë gjatë rrugëtimit tim të book crossing. A ka diçka që do doje të ta kishin thënë para se të nisej këtë projekt? Nuk më mend mirë diçka që mund t'ju them, por besoj ta kisha nisur më përpara, të kisha akoma më shumë eksperiencë më të gjatë, sepse e nisa vitin e tretë dhe vetëm ai një vit më aq episode sa dolën, por më ishte një periudhë shumë e shkurtër. Do të ta kisha nisur më përpara, të më kishin lajmëruar më përpara. Në qoftë se do ktheheshe pas në kohë do ndryshoj diçka? Episodin e parë, po nxjerr një sekret këtu. Episodi i parë, pavarësisht se është thënë që jemi live, nuk ka qenë live, ka qenë episod i regjistruar, sepse ne kishim frikë të dilnim live. Nëse do kthehesha pas në kohë, do ta bëja live, sepse dolet diçka goxha e bukur. Me njëherë provë. Çfarë reagimesh more nga njerëzit që i morën librat? Ke ndonjë historim të veçantë? Nuk kërse e di fiks kush i mori librat që linim, por kur e nisa si ide bashkë me dy shoqet e tjera, nuk kërse kishim shumë mbështetje nëse do të merreshin librat apo jo, dhe nuk mendonin se nuk do ishte një podcast, një live stream shumë i suksesshëm, por shikoja që sa që linim librat tek qioshku i librave jashtë, pas një 2-3 ditësh librat ishin të marrë. Dhe këtu kuptoj që kishte një interes edhe nga ata që i merrnin, nuk e di kush janë, por shumë faleminderit që i keni ndjekur dhe që i keni marrë librat. Sidomos njerin që me zgjau qaqafe. Cili ishte libri? Don Quixote. Ka qenë më kthim. Nëse ngatrojmë këtë punë, mund të fajsojmë ty, sepse ti e ke bërë më parë. Unë do fasoja Kristinën nëse ngatroni, kështu që Kristina ka qenë para meje, kështu që do jetim fajin Kristinën si mua. Okej. Si ndihesh tani që të kemi marrë vendin? Të duket sikur të kemi marrë frontin? Po. Kur nuk e dija nëse do ta vazhdonte dikush book crossing dhe isha i qind nga kjo anë, pash në Instagram postimin tuaj tek faqja e podcastit dhe vërtet ndjeva diçka sikur më kishin marrë diçka time. Por jam e kënaqur që e vazhduat. Ndjem krenar që po vazhdon si gjë. Okej, shumë faleminderit që morë pjesë në këtë intervistë të shkurtër. Faleminderit juve që më ftuat dhe për këtë pyetje të bukur. Pacim.